Unë e kuptoj që njeriu nervozohet për shkak se komentuesni më presupozojnë, krijojnë ngjarje për fjalës tonë pa e thonë ti një diçka. Shumë gjëra tjera edhe bën jashtëzakonisht të këqin komente. Ama një VIP, okay, një reper me folë që si fjallori si Gjibani, ta dëgjojmë pak. Ju lutem, du një opinion sinqer. Pse janë kaq robësima njerëzit kur komentojnë? Pse janë kaq pilla robësh? Pse janë kaq fisima? Shkoj te wake upi, bëj rap, e publikojnë, të futet një pill robësh, thoje femër, kjo është gomar, një robësire. Flas për një ndjenjë që kam përjetu aty, futen 30 robësira, thojnë është qorr, është i shëmtuar, është i varfër, është i pa cip, i pa sedër. Ma mirë s'felo ma gas që në qofë se ti jenë man regull për Gjiban, mos bjerë nivelin e të në, sa shajnë, sa fliqe, unë i kom bloku krejt fjallë banale se unë më nëjnë që punë madhe mos bëhet video virale fare, edhe nuk lejoj që dikush me sha me familje, me motra, me nane, me babe, me të vdekurit e të gjallërit, pse ati ju ka tek, ose i duket vetja që është dikush, apo diçka, po ti marrë burë se ki një farë impakti, ki një farë ndikimi të fansat e tu.